Kush ishte luftëtari që doli nga flakët e Trojës, mori mbi supe baban e tij të moshuar dhe u nis drejt së panjohurës për të shpëtuar popullin e vet. Emri i tij ishte Enea, një hero trojan, një udhëheqës legjendar dhe një nga figurat më të fuqishme të mitologjisë së lashtë. Në poemat e Homerit, Enea paraqitet si një prej mbrojtësve më të shquar të Trojës, me një herë pas Hektorit. Ai ishte i biri i princit trojan, Ankisi, dhe i perëndeshës Afërdit, të cilën romakët e njihnin si Venera. Por Enea nuk ishte vetëm trojan. Ai i përkiste trungut të Dardanëve të Trojës dhe konsiderohej pasardhës i Dardanit para ardhësit mitologjik të dinastisë trojane. Pikërisht për këtë arsye në traditën e lashtë ai quhej edhe Dardan. Kur Troja u shkatërrua, Enea nuk zgjodhi të vdiste mes rënojave. Sipas legjendës, ai mori baban mbi supe, djalin e vet për dorë dhe u largua nga qyteti që po digjej. Pas tij ecnin të mbjetuarit, njerëz pa shtëpi, pa mbretëri dhe pa një të ardhme të sigurt. Kështu nisi udhëtimi i tij epik në përdetet e Mesdheut, një udhëtim i mbushur me stuhi, humbje, përballje dhe sakrifica, që e shndroi Enean në një lloj Odiseu trojan. Pas shumë vitesh, ai arriti në brigjet e Italisë. Atje, sipas traditës romake, pasardhësit e tij do të krijonin trungun nga i cili shumë breza më vonë do të lindnin Romuli dhe Remi. Enea nuk ishte themeluesi i drejt për drejt i Romës, por romakët e konsideronin atë atin legjendar të popullit të tyre, njeriun që e solli trashëgiminë e Trojës në Itali. Por këtu lind pyetja që vazhdon të ngjallë debate. A kishte ndonjë lidhje mes Dardanëve të Trojës dhe Dardanëve të Ilirisë? Dardania ilirike shtrihej kryesisht në territorin e Kosovës së sotme dhe një pjesë të rajoneve përreth. Edhe ajo mbante emrin e Dardanëve, një prej popujve më të fuqishëm të Ballkanit të lashtë. Ngjashmëria e emrit ka nxitur teori për lidhje të largëta, lëvizje popullsish dhe kujtime të përbashkëta mitologjike. Njëra Dardani gjendej në Anadollin veriperëndimor pranë Trojës, tjetra në zemër të Ballkanit të sotëm. Lidhja mes tyre mbetet një teori intriguese në kufirin ku historia takohet me legjendën. Megjithatë, figura e Eneas vazhdon të frymëzojë edhe sot. Ai përfaqëson njeriun që humbi gjithçka, por nuk u dorëzua. U largua nga një qytet i shkatëruar dhe u nis për të ndërtuar një atdhe të ri, nga Troja drejt Italisë. Enea shndroi humbjen në fillimin e një historie të re. Një hero Dardan i mitologjisë trojane, emri i të cilit mbjetoi për mijëra vjet dhe u bë ura legjendare që lidhi Trojen me ngritjen e Romës.